Ferran Torres wins the World Cup for Spain. Më në fund, pas shumë tentimeve, Spanja arrin të realizoj me Ferran Torres, e përsi e merituar, pasi me të vërtet Spanja për më tepër se 110 minuta ishte kombëtare më e mirë dhe arriti të shënonte golin që mund ta shpall kampion të botës pas 16 vitesh. Faleminderit shumë, Mobisim. Mos harroni ta shkarkoni aplikacionin e Mobisim në App Store dhe në Play Store. Thank you.